Në 5 vitet e fundit ka arritur të bësh 6 skema për menaxhimin e 6 startupeve në Vlorë dhe në Durrës, në fushën e hotelerisë. Ekipin e konsulentëve kam të ndërtuar në 3 sektore, që këto sektore është sektori financës, që bën komplet ndërtimin e planit financiar, është sektori marketingu dhe është sektori që është më kryesor rekrutimi, burimet njerëzore. Kam një resort në Sarandë që e kam marrë përsipër për ta realizuar dhe për t'i bërë një startup. Si quhet? Quhet Joel Hotel. Është me 68 dhoma. Ka një pamje fantastike, 90% të dhomave kanë pamje nga deti. Joeli ka facilitete, pishinën, span, sallat e konferencave, barin dhe restorantin dhe beach barin. Një nga gjërat më të veçanta që do ketë Joel Hotel do jetë që do jetë i hapur për 12 muaj të vitit, edhe do ketë mikpritjen për turistët në çdo fundjavë me paketa promocionale. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.